Ndër të tjerë në lajme do të ndiqni, Ministri i Financave Malaj deklaroi në komisionet parlamentare se bonusi i fundvitit për pensionistët do të jetë i njëjtë si vitin e kaluar. Referuar vrojtimit të fundit të kryer nga Banka e Shqipërisë, bizneset në ndërtim kanë shfaqur prishmëri për ulje të çmimeve në vim. Kreditë e reja për bizneset shqiptare janë rritur ndjeshëm në shtator me tregtinë dhe ndërtimin që udhëheqin huamarrjen. Ndryshimet në ligjin për sektorin minerar synojnë nxitjen dhe inkurajimin e kërkimit zbulimit për shtimin e potencialit të rezervave minerare. Ju përshëndes zonja dhe zotrina, ndiqni me lajmet qendrore. Fillojmë fillimisht me një lajm të minutave të fundit ku vetëm 3 ditë pas seancës gjykata kushtetuese ka shpallur vendimin e saj sipas të cilit Erion Veliaj do të vijojë të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Vendimi u bë publik në orët e pasdites dhe mësohet se kushtetuesja ka vendosur në favor të kryebashkiakut me 5 vota pro dhe 3 kundër. Po ashtu kushtetuesja ka shfuqizuar dhe dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë. Kushtetuesja argumenton se shkarkimi i Veliajt mund të bëhet vetëm në bazë të nenit 115 të Kushtetutës, pra vetëm për shkeljet të rënda të Kushtetutës. Trupa prej 8 antarësh në kushtetuese në mënyrë unanime ka vlerësuar se është kushtetuesja që ka jurisdiksionin e plot për të vendosur për shkarkimin e një të zgjedhuri vendor si garanci që pushtetet ndahen dhe bashkitë janë autonomi vendore. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se bonusi i fundvitit për pensionistët do të jetë i njëjtë si vitin e kaluar, duke u ndarë në 2 kategori sipas masës së pensionit. Deputetët e opozitës ngritën pikpyetje në lidhje me rritjen reale të pensioneve, por ministri Malaj tha se përgjigjet do të merren me buxhetin e vitit 2026, duke lënë të kuptohet se do të ketë rritje të masës së përfitimit. Bonusi i fundvitit për pensionistët do jetë i njëjtë si vitin e kaluar, duke u ndarë në 2 kategori sipas masës së pensionit. Gjithçka është bërë me dije nga Ministri i Financave Petrit Malaj gjatë diskutimit në komisionet parlamentare të aktit normativ për ndryshimin e buxhetit 2025. Për gjithë ata pensionistë, të cilët kanë një pension mujor deri në 20.000 lekë të reja, pra 200.000 lekë të vjetra, do të përfitojnë një bonus 15.000 lekë. Dhe për gjithë ata pensionistë të cilët kanë një pension mbi 20.000 lekë të reja apo mbi 200.000 lekë të vjetra, do të marrin një bonus prej 10.000 lekë. Deputetët e opozitës ngritën pikpyetje në lidhje me rritjen reale të pensioneve, teksa Malaj tha se përgjigje do merren me buxhetin e vitit 2026, duke lënë të kuptohet se do ketë rritje të masës së përfitimit. Për sa i përket politikave të kësaj qeverie në lidhje me pensionet, ashtu si kundër dhe ju është premtuar gjithë qytetarëve shqiptar, deri në fund të mandatit, kjo qeveri do të çojë pensionin mesatar minimal në shumën 200 euro dhe pensionin mesatar urban rreth 400 euro. Qeveria në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Financave jemi duke punuar dhe besoj në lidhje me këtë pyetje përgjigjet do t'i merrni me buxhetin e vitit 2026 në mënyrë që të bëni dhe vlerësimet tuaja nëse ne po ndërmarrim apo jo masa në lidhje me këtë pikë. Akti normativ për ndryshimet në buxhetin e vitit 2025 përcakton rritjen e nivelit të planifikuar të ardhurave të përgjithshme me 12.1 miliard lekë, si dhe rritjen e shpenzimeve të përgjithshme me rreth 5.7 miliard lekë. Nga ana tjetër, Ministri i Financave Petrit Malaj ka paralajmëruar ndryshime ligjore në lidhje me dëmshpërblimin e të përndjekurve politik që synojnë rritjen e përfitimeve për këtë kategori. Ministria e Financave në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë do të vi me një ndryshim ligjor, sepse kemi edhe një kufizim që ne nuk mund të paguajmë dot aktualisht më shumë se sa 1 milion lekë të reja për një dosje gjatë një viti buxhetor. Dhe ne do të vi me një ndryshim ligjor ku nga një do ta bëjmë 3 milion lekë dhe shpresojmë që kjo do të rrisi dhe numrin e dosjeve që procesohen nga ana jonë. Kanë mbetur për tu trajtuar rreth 10.400 dosje ku përfituesit kryesor janë brezi i dytë ose brezi i tretë, pra nipër, mbesa etj. etj. Në muajin tetor, bizneset në tregti, industri dhe ndërtim kanë shfaqur më shumë optimizëm për ekonominë, duke rritur treguesin e ndjesisë ekonomike me 1.9 pikë. Bizneset në ndërtim presin ulje të çmimeve, ndërsa ato në industri dhe tregti parashikojnë rritje të çmimeve dhe punësimit.
Bizneset janë më optimiste për gjendjen aktuale dhe të ardhmen e ekonomisë, ndërsa qytetarët jo. Sipas vërejtimit më të fundit të Bankës së Shqipërisë, treguesi i ndjesisë ekonomike është rritur me 1.9 pikë në muajin tetor. Kjo ka ardhur për shkak të rritjes së besimit nga bizneset në tregti, industri dhe ndërtim, ndërsa konsumatorët dhe bizneset në sektorin e shërbimeve janë shprehur më pak optimist. Treguesi besimi në ndërtim u rrit me 2.4 pikë përqindje në tetor. Kjo rritje u përcaktua nga vlerësimet për aktivitetin aktual ndërtues, si dhe niveli i porosive të reja. Kjo mund të sjellë një rritje të ofertës në tregun e banesave, prandaj bizneset në ndërtim kanë shfaqur pritshmëri për ulje të çmimeve në vijim. Po ashtu, besimi në industri u rrit me rreth 6 pikë përqindje dhe kjo për shkak të vlerësimeve të përmirësuara për kontratat porositëse të bizneseve nga eksportet. Gjithashtu, bizneset dhanë vlerësime më të mira edhe për prodhimin industrial aktual. Treguesi besimi në tregti ka shfaqur të njëjtën prirje. Niveli i tij qëndron aktualisht rreth 11 pikë përqindje mbi mesataren, duke u ndikuar në kaun rritës nga vlerësimet më të mira për ecurinë e biznesit aktual. Bizneset në tregti presin rritje të çmimeve dhe punësimin në të ardhmen, një lloj si ato në industri. E kundërta ka ndodhur me besimin në shërbime, i cili ra me 2 pikë përqindje muajin që lan pas. Rënja treguesi të besimit në shërbime u përcaktua kryesisht nga balancat më pak pozitive të ecurisë aktuale të aktivitetit të tyre dhe nivelit aktual të kërkesës. Bizneset kanë rishikuar për poshtë ecurinë e pritur të çmimeve në të ardhmen. Gjithashtu edhe besimi konsumatorëve regjistroi një rënje të lehtë me 1 pikë përqindje. Konsumatorët janë pesimistë si për situatën ekonomike të vendit, ashtu edhe për gjendjen e tyre financiare në të ardhmen. Vlerësimi i tyre për blerjet në shuma të mëdha, aktuale dhe në të ardhmen, gjithashtu ran në muajin tetor, ndërsa presin edhe rritje të çmimeve. Kredit e reja për bizneset shqiptare janë rritur ndjeshëm në shtator me tregtinë dhe ndërtimin që udhëheqin huamarrjen, ndërsa transporti dhe energjia kanë shënuar rënje. Nga ana tjetër, sektori i tregtisë me shumicë e pakicë mbetet më i madhi për nga vlera huave të reja me 8.6 miliard lekë. Në shtator të vitit 2025, kredite reja për korporatat jo financiare private arritën nivelet e reja në disa sektor kyç të ekonomisë sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë. Flukset hyrëse mujore të huave tregojnë një zgjerim të dukshëm të financimeve në sektorit e tregtisë dhe ndërtimit, ndërkohë që transporti shënoi rënje. Sektori i tregtisë me shumicë e pakicë mbetet më i madhi për nga vlera huave të reja me 8.6 miliard lekë me një rritje prej 37.1% krahasuar me shtatorin e vitit 2024. Kjo tregon për një dinamizëm të fortë të konsumit dhe të zinxhirit të furnizimit. Në vend të dytë vjen ndërtimi me 4.4 miliard lekë huave të reja me një rritje prej 36.6% në bazë vjetore. Në sektorin prodhues bujqësia shënon një rritje të fortë prej 127.7%, duke sinjalizuar gjallërim në agrobiznes. Industria nxjerrëse u rrit me 15.5%, por ajo përpunuese ra me 7.5%, ndërsa energjetikat kurret ndjeshëm me 67.4% pas një periudhe investimesh të mëdha. Ndërkohë nga ana tjetër furnizimi me ujë dhe menaxhimi i mbetjeve shënon një rritje goxha të lartë. Një nga zhvillimet më interesante është sektori financiar dhe i sigurimeve me një kërcim prej 556.8%, duke arritur në 1.74 miliard lekë kredite reja. Ky zgjerim sugjeron një rritje të investimeve brenda vetë sektorit financiar, ndoshta për shkak të transformimeve teknologjike, konsolidimeve apo nevojës për kapital shtesë. Në mënyrë të ngjashme, shëndetësia dhe aktivitetet sociale kanë përjetuar një rritje mbreslënëse prej 442%, duke kaluar nga 174 milion në 945 milion lekë. Në kontrast të plot, transporti dhe magazinimi janë të kurrur me 83.6%, duke rënë në vetëm 350 milion lekë nga mbi 2 miliard një vit më parë. Edhe administrimi publik dhe mbrojtja kanë regjistruar një tkurrje pothuajse totale me 99.6%, duke kaluar në nivele simbolike. Sektori i akomodimit dhe shërbimeve ushqimore është rritur nga ana tjetër me 95.4%, duke kaluar në 1.4 miliard lekë, një tregues pozitiv për turizmin dhe hotelerinë, të cilat përfitojnë nga një sezon i zgjatur dhe investime të reja në infrastrukturë. Ndërkohë, aktivitetet e pasurive të paluajtshme kanë shënuar një rritje prej 125.7%, duke reflektuar besimin në tregun e pronave. Në fund të tabelës qëndron një shifër e vogël, por e pazakont. Aktivitetet e organizatave ndërkombëtare kaluan nga vetëm 0.01 milion lekë në 11.08 milion lekë, një rritje të lartë. Edhe pse e parëndësishme për peshën e përgjithshme, ky detaj sinjalizon një lëvizje të vogël të kredive edhe në sektor që tradicionalisht nuk marrin hua. Në tërmjorën e tretë të vitit 2025, Tirana kryeson me depozitat më të larta për frymë në Shqipëri, me rreth 1.1 milion lekë për banor, ndikur nga Vlora dhe Durrësi. Ndërkohë Elbasani dhe Fieri ka nivelin më të ulët të kursimeve për frymë.
Një qytetar i Tiranës mban mesatarisht 1.1 milion lek në një depozit në bank. Sipas një analize të kryer nga televizioni Skan, duke llogaritur shumën e depozitave në 3 mujorin e tretë të këtij viti, me numrin e popullsisë sipas qarqeve nga censi i vitit 2023, Tirana kryeson me kursimet më të larta për frymë në bank. Në vend të dytë renditet Vlora, me 730.000 lek kursime që një banor mban mesatarisht në bank dhe Durrësi me 574.000 lek. Nga ana tjetër, Elbasani dhe Fieri kanë vlerën më të ulët të depozitave për frymë, vetëm 327.000 lek dhe 332.000 kursime për frymë mesatarisht. Ky tregues mund të lidhet me të ardhurat më të ulëta në këto dy qarqe, ose prirje më të madhe për konsum në rastin e Fierit, por jo Elbasanit. Por pse Tirana ka shumën më të lartë të depozitave për frymë? Prirja për të kursyer është një faktor, por edhe niveli më i lartë i të ardhurave në kryeqytet, qasja më e lehtë në sistemin bankar dhe prania më e madhe e remitancave ndikojnë. Kjo është vetëm një mesatare për afërt, pasi çdo qytetar kyç shuma të ndryshme parash në bank dhe ka një rënje të lehtë të numrit të popullsisë që nga censi i vitit 2023, përmes shifrave të cilit është bërë për llogaritja e shumës së depozitave për frymë. Në 3 mujorin e tretë të 2025-s ka pasur rritje të shumës së depozitave në secilin prej qarqeve të vendit, pavarësisht se në Tiranë është e përqendruar pjesa më e madhe e popullsisë dhe aktivitetit ekonomik. Lezhë rezulton të e qarku me rritjen më të lartë të kursimeve në periudhën korrik-shtator, rreth 6%, ndjekur nga Vlora me 5.6%. Ndërkohë, Elbasani është qarku që ka regjistruar rritjen më të ulët të depozitave me vetëm 1% dhe Fieri 1.6%. Depozitat në monedhë huaj, kryesisht euro, vijojnë të dominojnë ndaj atyre në lek. Tregtia e shërbimeve mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë ka një rritje. Britania ka eksportuar kryesisht shërbime transporti dhe udhëtimi me vlerë përkatësisht 71 milion dhe 50 milion pound, ndërsa nga ana tjetër Shqipëria ka përfituar 106 milion pound nga turizmi britanik. Tregtia mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë po njeh një intensifikim të dukshëm si në mallra ashtu edhe në shërbime. Sipas të dhënave nga Office for National Statistics, në sektorin e shërbimeve raporti ONS evidenton një rritje të dukshme të vëllimeve tregtare. Britania ka eksportuar drejt Shqipërisë 71 milion pound në shërbime transporti, të ndjekura nga 50 milion pound në shërbime udhëtimi dhe turizmi, që përbëjnë së bashku mbi 70% të gjithë shërbimeve të eksportuara. Në rritje janë edhe shërbimet e pronësisë intelektuale dhe ato të biznesit, duke reflektuar një interes në rritje për bashkëpunime profesionale, konsulencë dhe teknologji. Nga ana tjetër, shërbimet që importon Britania nga Shqipëria janë po aq të rëndësishme për ekonominë shqiptare. Në krye qëndron turizmi me 106 milion pound, që përbën pothuajse 70% të totalit të importeve të shërbimeve. Kjo shifër tregon se britanikët po e zgjedhin gjithnjë më shumë Shqipërinë si destinacion udhëtimi, trend që lidhet me çmimet konkurruese, natyrën e paprekur dhe promovimin e vazhdueshëm të vendit në tregjet europiane. Shërbimet e transportit dhe ato të biznesit vijojnë listën, ndërsa edhe sektori publik dhe ai i komunikimeve po fillojnë të fitojnë terren. ONS thekson se shërbimet qeveritare të importuara nga Britania u rritën me 33.3%, çka sugjeron zgjerim të bashkëpunimit institucional ndërmjet dy vendeve. Rritja e investimeve britanike në Shqipëri, veçanërisht në turizëm dhe infrastrukturë, mund të përshpejtojë më tej këtë trend pozitiv në vitet e ardhshme. Në kryet e listës së mallrave që Britania eksporton drejt Shqipërisë qëndrojnë makina të cilat në fillim të vitit renditeshin në fund të listës, me vlerë rreth 2.8 milion pound. Donse ka pësuar një rënje me 32.9% krahasuar me vitin e kaluar. Pas tyre renditen pijet dhe duhanit, ushqimet e ndryshme dhe makineritë specializuara që kanë shënuar një rritje prej 25.3%. Edhe pajisjet e zyrave vijojnë të përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të eksporteve britanike, me vlerë 2 milion pound, edhe pse me një rënje prej afro 30%. Në total, këto 5 kategori përfaqësojnë thelbin e tregtisë së mallrave nga Britania drejt Shqipërisë, duke reflektuar kërkesën e shtuar për teknologji dhe produkte konsumi në tregun shqiptar. Në anën tjetër, veshjet kryesojnë eksportet shqiptare drejt Mbretërisë së Bashkuar, me vlerë rreth 2.1 milion pound, të ndjekura nga frutat dhe perimet dhe pijet dhe duhani. Eksportet e drithrave arrin në 840.000 pound, ndërsa këpucët përbëjnë rreth 820.000 pound, edhe pse kjo kategori ka pësuar një rënje të thellë prej 68% krahasuar me vitin 2024. Këto shifra tregojnë një strukturë klasike të tregtisë Shqipëri-Britani ku vendi ynë mbetet furnizuesi kryesor i produkteve të industrisë së lehtë dhe bujqësore, ndërsa importon teknologji dhe produkte të konsumit me vlerë të shtuar. Muaj tetor ka vijuar me të njëjtin ritëm të lartë të zhdoganimeve për mallrat e akcizës, duke bërë që të ardhurat doganore të arrijnë në 210 milion euro. Rritja në raport me tetorin 2024 është afro 18 milion euro.
Administrata doganore ka mbyllur muajin tetor të vitit 2025 me performancë financiare pozitive, duke realizuar 21 miliard lekë të ardhura por rreth 210 milion euro. Rritja në raport me tetor 2024 regjistrohet në afro 18 milion euro më shumë. E përkthyer në përqindje, rritja rezulton të jetë në rreth 9.3%, çka e vendos institucionin në linjë me objektivat e programit të vitit. Kapërcimi i ndjeshëm është regjistruar në zhdoganimin e mallrave të akcizës. Volumi i karburanteve të importuara u rrit me 12.000 ton krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, duke kapërcyer edhe nivelin e shtatorit 2025. Edhe konsumi i cigareve tregoi rritje me rreth 30 ton më shumë. Në totalin e periudhës janar-tetor 2025 të ardhurat doganore arritën në 199.7 miliard lekë, duke qenë 9.2 miliard lekë më shumë se një vit më parë, që përfaqëson një ritëm rritjeje prej 5%. Performanca rezulton gjithashtu plotësisht në përputhje me planin mujor të vendosur. Mallrat e akcizës kanë shënuar sasi rekord gjatë 10 mujorit, me rritje të qëndrueshme në të gjitha kategoritë kryesore. Konkretisht, importi i karburanteve u rrit me 71.200 ton në 10 mujorin e këtij viti krahasuar me një vit më parë. Importi i cigareve u rrit me 235 ton, importi i kafes me 203 ton dhe importi i birrës me 1.600 ton. Këto tregues pasqyrojnë aktivitet më të lartë ekonomik dhe konsum më të gjerë në treg, ndikuar ndjeshëm nga ecuria pozitive e sektorit të turizmit, duke mbështetur trendin pozitiv të mbledhjes së të ardhurave dhe besimin në vimësinë e rritjes gjatë muajve të ardhshëm. Ministrimi i pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara ka përmirësuar më tej performancën e saj financiare dhe mirë menaxhimin e pasurive në administrim. Të ardhurat nga qirajdhënia e pasurive të sekuestruara arritën 162.2 milion lekë gjatë 9 mujorit 2025 me një rritje vjetore prej 48.2%. Të ardhurat nga qirajdhënia e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara arritën në 162.2 milion lekë gjatë 9 mujorit të vitit 2025, me një rritje prej 48.2% kundrejt së njëjtës periudhë të vitit të kaluar. Referuar këtyre shifrave, Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara ka përmirësuar më tej performancën e saj financiare dhe mirë menaxhimin e pasurive në administrim, duke shënuar një rezultat rekord sa i përket të ardhurave nga qirajdhënia e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Muaji shtator ka rezultuar me të ardhurat më të larta për agjencinë, që arritën në 22.4 milion lekë, nga 15 milion lekë në shtatorin e vitit të kaluar, një rritje prej pothuajse 49%. Kjo rritje e fortë tregon se strategjitë e reja për vënien në përdorim të pasurive janë duke dhënë efekt të menjëhershëm, ndërsa gjithnjë më shumë pronat po gjenerojnë të ardhurat të qëndrueshme për buxhetin e agjencisë, përmes të cilit mbështeten më tej agjencitë ligjzbatuese. Në krahasim me vitin 2024, të ardhurat e këtij viti janë rreth 53 milion lekë më të larta, duke reflektuar një performancë më të mirë në pothuajse çdo muaj, veçanërisht gjatë marsit, korrikut dhe shtatorit, periudha në të cilat janë formalizuar një numër i lartë kontratash të reja qiraje. Nëse ky trend vijon, të ardhurat totale për vitin 2025 pritet të tejkalojnë nivelin prej 200 milion lekësh, duke vendosur një standard të ri në administrimin e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, përveç rritjes të së ardhurave, ka si prioritet përdorimin social të pasurive të konfiskuara përmes projekteve në bashkëpunim me bashkitë dhe organizatat sociale, si pjesë e politikës për rikthimin e vlerës së pasurive në shërbim të komunitetit. Rritja e të ardhurave nuk është vetëm tregues financiar, por edhe dëshmi e një administrimi më të drejtë dhe transparent të pasurive që i kthehen shoqërisë, bën me dije Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara. Ndryshimet në ligjin për sektorin minerar synojnë nxitjen dhe inkurajimin e veprimtarive të kërkim zbulimit për shtimin e potencialit të rezervave minerare. Sipas Zëvendësministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Besian Kadiu, këto lejë do të jepen me procedurë të hapur për të gjitha ato zona për të cilat nuk ka informacion gjeologjik. Lejet e kërkim zbulimi do jepen me procedurë të hapur për të gjitha zonat për të cilat nuk ka informacion gjeologjik, apo në ato zona për të cilat ka informacion, por ka interes për studim më të hollësishëm dhe besueshmëri më të lartë në lidhje me të dhënat për zonën. Ky është një prej ndryshimeve të parashikuara në ligjin për sektorin minerar, që sipas Zëvendësministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Besian Kadiu, ka si qëllim nxitjen dhe inkurajimin e veprimtarive të kërkim zbulimit
për shtimin e potencialit të rezervave minerare, veçanërisht atyre deficitare në rajon dhe në BE. Me qëllim nxitjen dhe inkurajimin e veprimtarive të kërkim zbulimit për shtimin e potencialit të rezervave minerare, veçanërisht të atyre rezervave të cilat janë deficitare në rajon, por edhe në Bashkimin Evropian, në kontekstin e të aktit të Bashkimit Evropian për lëndët kritike dhe strategjike, në projekt ligj është parashikuar dhënia e lejeve për kërkim zbulimi me procedurë të hapur për të gjithë zonat të cilat nuk ka informacion paragjeologjik. Një tjetër ndryshim ka të bëjë me përcaktimin e një afati kohor për pezullimin e veprimtarisë për shkak të problemeve të ndryshme që mund të hasin kompanitë minerare. Në draftin e ligjit është përcaktuar e drejta për të kërkuar pezullim deri në 1 vit. Ndryshime parashikohen edhe në drejtim të garancisë që paguajnë kompanitë që ushtrojnë aktivitet minerar për rehabilitimin mjedisor të zonës. Aktualisht, vlera e rehabilitimit përcaktohet mbi bazën e llogaritjeve në momentin e licencimit, ndërkohë që projekt ligji parashikon që kjo vlerë të rishikohet bazuar me vlerën që do të kërkojë rehabilitimi mjedisor i zonës në momentin kur leja minerare përmbyllet. Po ashtu, ligji minerar ka parashikuar detyrimin e shoqërive që në përfundim të afatit të lejes të rehabilitojnë zonën në të cilën kanë kryer veprimtarinë, por nuk ka të përcaktuar afatin se për sa kohë duhet të kryhet ky rehabilitim. Për këtë arsye, ndryshimet ligjore parashikojnë një afat deri në 18 muaj për kryerjen e rehabilitimit. Në rast se zotëruesi i lejes minerare ka braktisur zonën e lejes për 18 muaj, garancia e rehabilitimit të depozituar kalon në favor të shtetit. Operacioni kombëtar për vendosjen e ligjshmërisë në territor për të gjithë ata që ndërtojnë pa leje, përtej lejes apo për qëllime fitimi ka nisur dhe shtrihet në zonat përreth Tiranës. Kështu Ministrja e Punëve të Brendshme Albana Koçiu ka inspektuar në Fark aksionin për bllokimin e disa objekteve të ndërtuara në shkeljet e lejes, duke dhënë mesazhin për vendosjen e ligjshmërisë në të gjithë territorin. Operacioni kombëtar për vendosjen e ligjshmërisë në territor për ata që ndërtojnë pa leje, përtej lejes apo për qëllime fitimi, ka nisur e po shtrihet në zonat rreth Tiranës, ku ndërtuesit, mbikëqyrësit, inspektorët që kanë shkelur kushtet e lejeve për vila e godina të shtrenjta, do të përballen me masat administrative e penale që parasheh legjislacionin në fuqi. Ministrja e Punëve të Brendshme Albana Koçiu inspektoi në Fark aksionin për bllokimin e disa objekteve të ndërtuara në shkelje të lejes, duke dhënë mesazhin e qartë për vendosjen e ligjshmërisë në territor. Dua të theksoj që i gjithë ky aksion vjen në vazhdim dhe të paketës së masave ligjore të hyra në fuqi në fillim të muajit tetor, të cilat kanë për synim të garantojnë dhe të zbatojnë masa dhe sanksione konkrete. Këtu kam një thirrje dhe për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të blejnë një pronë. Duhet të bëjnë shumë kujdes në verifikimin e statusit ligjor të saj dhe të lajmërojnë organet kompetente për çdo parregullsi apo për çdo situatë abuzive me pronën. Ky është një aksion që në fakt ka nisur dhe do të vazhdojë deri ditën e fundit për të garantuar ligjshmërinë dhe për të mbrojtur të gjithë territorin e vendit nga çdo lloj abuzimi me pronën publike. Aksioni synon të vendosë rend dhe rregull në territor, të mbrojë pronën publike dhe të garantojë zhvillim të qëndrueshëm. Askush që ka një leje ndërtimi apo del përtej lejes së ndërtimit nuk do të lejohet të përfitojë as 1 metër katror më tej se leja e dhënë. Dua t'i bëj thirrje të gjithë atyre që ndërtojnë apo shesin objekte që nuk do ta kenë të mundur të përfitojnë as 1 metër katror të zaptuar padrejtësisht dhe në mënyrë të paligjshme. Ky operacion është pjesë e një procesi më të gjerë që ka nisur prej muajsh për lërimin e hapësirave publike dhe do të pasohet nga një aksion kombëtar kundër lërtimeve pa leje në të gjithë vendin. Sipas ministres Koçiu, të gjitha masat po zbatohen mbi bazën e paketës së fundit ligjore, e cila forcon mekanizmat e kontrollit të territorit dhe sanksionet ndaj çdo lloji abuzimi. Turizmi shqiptar po rritet çdo vit, por mungesa e punonjësve po kthehet në pengesë serioze për këtë sektor. Operatorët kërkojnë ndihmë nga tregjet e huaja, ndërsa ekspertët theksojnë se zgjidhja duhet vijë nga arsimimi dhe trajnimi të rinjve brenda vendit. Sektori turistik në Shqipëri po përballet me mungesë të theksuar të fuqisë punëtore dhe siç ka treguar realiteti, operatorët po kërkojnë ndihmë nga tregjet ndërkombëtare. Sipas të dhënave të Unionit Turistik, turizmit shqiptar i nevojiten rreth 30.000 punonjës, kryesisht në sektorët e hotelerisë, shërbimeve ushqimore, plazheve dhe transportit turistik.
por cilat janë kërkesat reale të tregut për punonjës në këtë sektor. Ajo për cilën po diskutohet edhe së fundmi në treg rreth nevojës së kraut punës apo burimeve njerëzore në të gjithë industrinë turistike, mund të them që ende nuk ekziston një numër real për sa i përket nevojës së drejt për drejt dhe nevojës së menjëhershme në industrinë turistike. Në mënyrë të drejt për drejt mund të jetë nevoja për diku tek 7 deri në maksimumin ndoshta 10.000 punojës në të gjithë industrinë turistike, pra që do të thotë për të gjithë aktorët që mund të jetë, përveç se është Horeca, kemi transportin, që është i rëndësishëm, kemi guida turistike. Në mënyrë të drejt për drejt, them se me 7 deri në 10.000 maksimumi mund të çojmë drejt gjës së duhur në industrinë turistike. Një ndër kërkesat është dhe ngritja e akademisë turistike, por sa e nevojshme është dhe sa do e përmirësojë sektorin e turizmit ngritja e një akademie. Për sa i përket implementimit të një apo krijimit të një akademie të turizmit e ka quajtur, me thënë të drejtën, jemi mësuar tashmë me këto emrat me pompozitet madh, nuk është shumë e nevojshme për të ndërtuar një akademi të veçantë për këtë, sepse kemi pasur edhe terma të tjerë të bujshëm përsa i përket akademive për aktivitetet të ndryshme, por mendoj që në qoftë se investohet mirë me strategji, edhe në aspektin financiar, në industrinë, në tërësinë e industrisë së arsimit. Atëre, vetë industria arsimore do të cilë ty krah pune të përgatitur, gjysmë të përgatitur, të specializuar, gjysmë të specializuar, pra sipas nevojave të tua. Disa nga kërkesat që Unioni Turistik ka ngritur është implementimi i sigurimeve jashtë sezonit turistik, ngritja e linjave të dedikuara për transportin turistik me destinacion Bregdetin, rritja e pjesëmarrjes në panajre ndërkombëtare dhe aktivitetet promovuese rajonale të tjerë. Kryeministri Rama mori pjesë në konferencën ndërkombëtare mbi shkencat e jetës dhe bujqësinë, nga ku tha se Universiteti Bujqësor do të mirëpresë së shpejti student nga rajoni. Kreu i qeverisë u ndalë edhe tek zhvillimet në bujqësi. Universiteti Bujqësor i Tiranës do të bëhet universitet rajonal me student nga vendi dhe rajoni. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama teksa mori pjesë në konferencën ndërkombëtare mbi shkencat e jetës dhe bujqësinë në 74 vjetorin e Universitetit Bujqësor, duke cilësuar shkencën dhe teknologjinë si alat të ngushtë për fermerët. Ka sjell një situatë optimizmi që sot, që është vetëm fillimi, ka rezultuar me 20% plus student në Universitetin Bujqësor, por jo student me mesatare të ulur për t'i sjellë, por student që kanë trokitur në dy të universitetit, sepse ky universitet ka çelur një perspektivë të re, nevoja për të administruar në mënyrë inteligjente burimet natyrore, e kështu me radhë, bëhen gjithmonë më të mprehta dhe gjithmonë më sfiduese. Çështja e sovranitetit ushqimor dhe çështja e garantimit të ushqimit, pikërisht në kushtet e këtyre ndryshimeve që po marrin për masa gjithnjë më katastrofike, apo çështja e mbrojtjes, një rrugë që do të shtrohet hap pas hapi me kontributin e të gjithëve dhe që do të çojë në ditën e bekuar të njëhësimit plot të Universitetit Bujqësor Tiranës me Universitetin Bogut Vjenës, një universitet rajonal me student jo vetëm nga vendi, por nga gjithë rajoni. Ndërka që rektori UBT-s, Fatbar Sallaku, nënvizoi se misioni UBT-s është që të përkthejë zhvillimet ndërkombëtare në dije të zbatueshme për fermerët shqiptar. Kemi nisur reformat guximshme, kemi lidhur partneritete të forta ndërkombëtare, kemi hapur programe të reja mësimore. Sot ky institucion përshëndrohet në një kampus modern që frymon dije, zhvillim dhe bashkëpunim.
do arrijmë të ndërtojmë politika të qëndrueshme për bujqësinë, sepse kemi një qëllim të përbashkët, që bujqësia shqiptare të bëhet histori suksesi, ta bësh dijen të prekshme, shkencën të dobishme dhe universitetin të pranishëm në çdo pjesë të këtij vendi. Të pranishëm në aktivitet ishin edhe Karl Bergner, ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë, dhe Monika Zak, ambasadori i Republikës së Austrisë, të cilët folën mbi rëndësinë e bashkëpunimeve dhe investimet në sektorin bujqësor. Qytetet e Fierit dhe Elbasanit pritet të kenë një infrastrukturë të re dhe moderne për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur 2 tender me vlerë totale 66.1 milion lekë për projektimin e infrastrukturës në këto 2 qytete. Qytetet e Fierit dhe Elbasanit pritet të kenë një infrastrukturë të re moderne për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Operatori i blerjeve të përqendruara ka hapur 2 tenderet me vlerë totale prej 66.1 milion lekë për projektimin e infrastrukturës në këto 2 qytete. Referuar dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, projektimi për zonën e mbetjeve të Elbasanit ka një fond limit prej 34 milion lekësh dhe parashikon krijimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta, duke siguruar një zgjidhje të qëndrueshme efikase ekonomikisht në përputhje me standardet mjedisore. Qëllimi i zgjerimit është të rritet kapaciteti i depozitimit dhe të sigurohet një menaxhim i qëndrueshëm i mbetjeve për periudha 10-20 vjeçare. Nga ana tjetër, një nga kërkesat e parashtruara nga shoqëria Eko Elbasane menaxhimit të mbetjeve të Elbasanit është edhe instalimi një impjanti fotovoltaik me kapacitet prodhues 2 MW në orë për përmirësimin e gjendjes aktuale mjedisore në afërsi të landfillit rajonal të Elbasanit dhe rritjen e efikasitetit energjetik në shërbim të objekteve që do të futen në prodhim. Nga ana tjetër, projektimi për zonën e mbetjeve të Fierit ka një fond limit prej 32 milion lekësh dhe parashikon krijimin e sistemit të menaxhimit të mbetjeve të ngurta për Fierin. Ky projekt do të reduktojë ndotjen si dhe do të përmirësojë cilësinë e jetesës. Po kështu edhe në qarkun e Fierit, në landfill parashikohet instalimi një impjanti fotovoltaik me kapacitet prodhues 2 MW në orë për përmirësimin e gjendjes aktuale mjedisore në afërsitë e landfillit rajonal të Fierit. Ndërkohë, qëllimi i instalimit të impjantit fotovoltaik është sigurimi i energjisë elektrike të qëndrueshme dhe me kosto të ulët për landfillin, ulja e varësisë nga rrjeti kombëtar, si dhe do të kontribuojë në reduktimin e emetimeve të karbonit dhe në zbatimin e objektivave të gjelbërimit, thuhet në dokumentin e Agjencisë së Prokurimit Publik. Samiti Bashkimit Evropian në datën 4 nëntor në Bruksel do të bashkojë liderët e vendeve kandidate për të diskutuar zgjerimin e bllokut me 27 anëtar. Takimi synon të ofrojë një platformë për perspektivat e shteteve dhe të eksplorojë përfitimet politike, ekonomike dhe demokratike të anëtarësimit. Samiti Bashkimit Evropian që do të mbahet të martën më 4 nëntor shënon një moment kyç për politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian në zemër të Evropës. Në Bruksel, liderët politik më të rëndësishëm të kontinentit do të mblidhen për të diskutuar zgjerimin e bllokut 27 anëtarësh drejt lindjes dhe juglindjes. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka konfirmuar pjesëmarrjen duke u bashkuar një grupi të jashtëzakonshëm liderësh që do të përcaktojnë të ardhmen e zgjerimit evropian. Samiti do të bashkojë presidentet e Moldavisë dhe Serbisë, Maja Sandu dhe Aleksandar Vučić, 3 kryeministra që përfaqësojnë Ballkanin Perëndimor si Edi Rama nga Shqipëria, Milojko Spajić nga Malezi dhe Hristian Mickoski nga Maqedonia e Veriut, si dhe komisioneren europiane për zgjerimin Marta Kos. Eventi ofron një platformë unike ku liderët e vendeve kandidate mund të shprehin perspektivat e tyre mbi rrugën drejt Bashkimit Evropian. Procesi i zgjerimit nuk është një çështje abstrakte, ai prek milionë europian. Serbia ka nisur negociatat që nga viti 2014 pas aplikimit në 2009, por mbështetja publike ka rënë nga mbi 70% në fillim të viteve 2000, nga rreth 40% sot. Megjithatë, si Beogradi ashtu dhe Brukseli kanë theksuar se vendi i përket bllokut. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi në shtator se për herë të parë në histori mund të zgjedhim lirshëm se në cilën perandori duam të përfshihemi, në perandorinë të drejtave, vlerave, sigurisë dhe mbrojtjes. Shqipëria ka shënuar përparim të dukshëm që nga aplikimi në vitin 2009 dhe tani është një nga vendet kryesore në rrugën drejt anëtarësimit me sunimin për të bërë pjesë e bllokut deri në vitin 2030.
Malezi udhëheq kandidatët me të gjithë kapitujt e negociatave të hapur dhe 7 të mbyllur përkohësisht që nga fillimi i bisedimeve në 2012. Qeveria synon të përfundojë negociatat deri në fund të vitit 2026 dhe të arrijë anëtarësimin deri në 2028, ndërsa Maqedonia e Veriut ka pritur më gjatë se të gjithë duke aplikuar në vitin 2004, por është përballur me pengesa të vazhdueshme për shkak të mosmarrëveshjeve me fqinjët pas zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë përmes marrëveshjes së Prespës në 2019. Bullgaria bllokoi negociatat duke kërkuar njohjen e pakicës, gjuhës dhe interpretimit të historisë së përbashkët, një pengesë kryesore që ende nuk është tejkaluar, ndërsa mbështetja publike për anëtarësim ka rënë. Samiti vjen gjithashtu në një kohë kur shumica e europianëve mbështesin zgjerimin e bllokut 27 anëtarësh. Një sondazh i fundit i Eurobarometrit tregon se 56% e qytetarëve të Bashkimit Evropian janë pro zgjerimit, në mbështetje të veçantë nga të rinjt. Eventi do të eksplorojë përfitimet e zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke përfshirë qasje në tregjet e reja me miliona konsumator, zgjerimin global të ndikimit politik të Bashkimit Evropian dhe forcimin e demokracisë dhe vlerave europiane në të gjithë kontinentin. Tregtia e jashtme e Malit të Zi gjatë janar-shtator 2025 ka arritur 3,69 miliardë euro me eksportet që mbuluan vetëm 12,6% të importeve. Partnerët kryesorë të eksportit ishin Serbia, Bosnjë-Hercegovina dhe Slovenia. Tregtia e jashtme totale e Malit të Zi për periudhën janar-shtator 2025 arriti në 3,69 miliardë euro sipas të dhënave paraprake nga administrata e statistikave Monstat. Kjo përfaqëson një rritje prej 6,1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vlera e eksportit të mallrave arriti në 412,9 milionë euro, ndërsa importet shkuan në 3,28 miliardë euro. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, eksportet u tkurrën me 4,7%, ndërsa importet u zgjeruan me 7,6%. Eksportet arritën të mbulojnë vetëm 12,6% të importeve, një zbritje nga 14,2% vitin e kaluar, duke treguar një mungesë të dukshme ekuilibri në tregtinë e jashtme. Sa i përket strukturës së dërgesave, pjesa më e madhe përbëhej nga karburantet minerale nga vajrat lubrifikues me një vlerë totale prej 105,7 milionë eurosh, nga të cilat energjia elektrike përbënte 75,3 milionë euro. Importet dominohen nga makineri dhe pajisje transportuese me një vlerë për 797,8 milionë eurosh, ndër të cilat më të rëndësishmet janë mjetet rrugore me vlerë 308,6 milionë euro. Partnerët më të mëdhenj tregtar për eksport ishin Serbia 109,2 milionë euro, Bosnia e Hercegovina 41,2 milionë euro dhe Slovenia 30,9 milionë euro. Nga ana tjetër, liderët në import ishin Serbia 566,9 milionë euro, Kina 411,4 milionë euro dhe Gjermania 323,5 milionë euro. Vëllimi më i madh i shkëmbimeve tregtare u arrit me vendet anëtare të CEFTA-s dhe Bashkimit Evropian, gjë që konfirmon orientimin e qëndrueshëm të vendit drejt tregjeve rajonale dhe evropiane. Pavarësisht të rritjes së fundit, mosha e daljes në pension në Greqi mbetet nën mesataren europiane, ndërkohë plagë e popullsisë po shton ndjeshëm shpenzimet për pensione në të gjithë Bashkimin Evropian. Mosha e daljes në pension në Greqi ka qenë deri më sot një nga më të ultat në botë. Reformat e zbatuara vitet e fundit në sistemin e sigurimeve shoqërore të vendit, të nxitura nga kriza e borxheve dhe plagja e popullsisë, po çojnë tani një rritje të konsiderueshme të moshës. Megjithatë, duke nisur nga një bazë ulët, duket se ajo do të vazhdojë të mbetet nën mesataren ndërkombëtare. Punëtorët që dolën në pension në vitin 2022 me vite të plota pune ishin 62 vjeç, ndërsa ata që hynë në tregun e punës në vitin 2022 do të dalin në pension në moshën 66 vjeçare. Edhe pse do të kërkohen 44 vite punë për të tërhequr nga tregu në vend të 40 viteve aktuale, mosha e daljes në pension në Greqi do të jetë 13-ta më e ulta ndër 29 vendet e përfshira në raportin e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik. Kufiri i moshës 62 vjeç në Greqi ka qenë më i ulët deri më tani, së bashku me atë të Slovenisë dhe Luksemburgut. Rritjen e moshës së pensionit u udhëheq Danimarka që do ta çojë kufirin nga 67 në 74 vjeç. Italia dhe Estonia ndjekin nga pas me një rritje nga 64 në 71 vjeç. Për shkak të ndryshimeve demografike të popullsisë në dekadat e fundit, shpenzimet e drejtë dhe të tërthorta për pensione në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian përbën një pjesë gjithnjë më të madhe të shpenzimeve totale qeveritare. Ruajtja e popullsisë së Evropës në nivelet aktuale dhe rrjedhimisht ndryshmëria e përgjithshme e sistemeve të sigurimeve shoqërore është arritur fal migracionit, që nga vitet 1990 ka kompensuar rënien natyrore të popullsisë. Sipas një studi
zbultimit të qendrës kërkimore Bruegel pa emigracion, popullsia e Bashkimit Evropian tashmë do të ishte në rënje të shpejtë. Bankat dhe institucionet financiare po përballen me rritjen e mashtrimeve dhe pastrimit parave. Kështu një platformë norvegjeze fuqizuar nga inteligjenca artificiale ndihmon në identifikimin e kompanive dhe individëve me rrezik të lartë, duke lehtësuar punën e institucioneve. Bankat dhe institucionet financiare po përballen me një rritje të mashtrimeve dhe pastrimit të parave, si dhe me presionin për të përmbajtur rregulloreve gjithnjë më të ashpra financiare. Pavarësisht se shpenzimet në këtë sektor u zgjeruan deri në 10% çdo vit në disa tregje të avancuara midis 2015 dhe 2022-shit, industria financiare arrin të zbulojë vetëm rreth 2% të fluksit global të krimeve financiare, sipas Interpol. Disa ekspert besojnë se inteligjenca artificiale mund të ndihmojë në lehtësimin e kësaj barre. Në Norvegji, startupi Strise ka ndërtuar një platformë që skanon regjistrat publik dhe raportet mediatike, duke identifikuar në kohë reale rreziqet e mundshme të pastrimit të parave. Ky agent është projektuar për të verifikuar aplikimet e reja për hapjen e llogarive në institucionet financiare që i nënshtrojnë ligjet evropian, si bankat, kompanitë e sigurimeve dhe shërbimet e pagesave. Kur hapni një llogari bankare online, zakonisht kërkohen të dhëna si adresa dhe profesioni, si dhe tip përditësione ato çdo vit. Procesi është një kërkesë ligjore që verifikon identitetin e klientëve dhe burimin e parave të tyre. Këto kontrolle synojnë të ndalojnë kriminalët që të përdorin bankat ligjore për të lëvizur para të ligjshme, por janë të ngadalta dhe të shtrenjta. Tani mund të realizojmë këtë proces me anë të inteligjencës artificiale që merr informacionin dhe e përpunon në një mënyrë krejtëre, than burime zyrtare të kompanisë Strise. Nëse mund të identifikosh një kompani të dyshimt që në momentin e hapjes së llogarisë mund ta parandalosh aksesin e saj në shërbime financiare, theksuan ata. Sistemi inovator identifikon automatikisht shenjat paralajmëruese si lidhjet me individ të sankcionuar, jurisdiksione me rrezik të lartë ose figura që mund të preken nga korrupsioni. Kompania thotë se institucionet financiare që përdorin platformën e saj kanë arritur të identifikojnë dhe refuzojnë firmat me rrezik të lartë në mënyrë efikase, duke rritur kapacitetin për trajtimin e rasteve deri në 10 fish pa shtuar staf. Aktualisht Bashkimi Evropian po finalizon autoritetin kundër pastrimit të parave në Frankfurt dhe një direktivë të re që do të hyjë në fuqi në vitin 2027. Me synim për të luftuar financimin e terrorizmit. Politikat dhe normat tatimore ndryshojnë ndjeshëm midis vendeve europiane, kështu sipas indeksit të fundit, Franca regjistron performancën më të dobët, ndërsa vendet baltike dominojnë listën. Të ardhurat nga taksa luajnë një rol etik në financimin e shërbimeve publike. Sipas Eurostat, në vitin 2023, raporti përgjithshëm midis taksave dhe prodhimit të brendshëm bruto në Bashkimin Evropian ishte 40%. Megjithatë, politikat dhe normat tatimore ndryshojnë ndjeshëm midis vendeve europiane për shkak të prioriteteve të tyre ekonomike dhe modeleve të ndryshme sociale. Sipas indeksit të konkurrueshmërisë tatimore ndërkombëtare që vlerëson mënyrën se si vendet ndërtojnë sistemet e taksave, dy kriteret kryesore janë konkurrueshmëria dhe neutraliteti. Një sistem konkurrues mban norma tatimore të ulta për të nxitur investimet dhe rritjen ekonomike, ndërsa një sistem neutral synon të mbledh më shumë të ardhura me sa më pak deformime në aktivitetin ekonomik. Mes 27 vendeve europiane të përfshira në indeksin e vitit 2025, rezultatet variojnë nga 45.8 në Francë deri në 100 në Estoni, që do të thotë se Estonia ka sistemin tatimor më konkurrues dhe neutral, ndërsa Franca renditet në fund të tabelës. Sipas raportit, Parisi ndodhet në atë pozicion për shkak të zbatimit të disa taksave shtesë mbi korporatat e mëdha, që rrisin përkohësisht normën më të lartë tatimore mbi fitimin në 36.1%. Kjo është vlera më e lartë ndër vendet anëtare të Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik OECD dhe gati 12% mbi mesataren e institucionit, 24.2%. Në anën tjetër, vendet baltike si Estonia, Letonia dhe Lituania dominojnë kryesimin e indeksit. Letonia 92.8 ndjek Estonin, ndërsa Lituania me 81.8 mban vendin e katërt pas Zvicrës me 86 pikë. Në përgjithësi, vendet e Europës qendrore dhe lindore kanë sisteme tatimore më konkurruese, ndërsa ato perëndimore renditen më poshtë. Pranë Francës, në fund të listës gjejmë Italinë, Poloninë dhe Spanjën. Këto shtete ndiqen nga Portugalia, Mbretëria e Bashkuar, Irlanda dhe Belgjika, duke përbërë 8 vendet me rezultatet më të ulta në Europë. Që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia, kompanitë gjermane kanë paguar rreth 1,72 miliardë euro taksa për Kremlinin. Shumë prej firmave që operonin në vend janë ende aktive, duke kontribuar indirekt në ekonominë e Kremlinit.
Kompanitë gjermane kanë paguar pothuajse 1.72 miliard euro taksa për Kremlinin që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës, mjaftueshëm për të financuar 10.000 dronë sulmues. Më shumë se gjysma e firmave që operonin në Rusi para luftës mbeten ende atje, sipas një raporti të ri. Ligjërisht, rreth 250 kompani gjermane që janë ende aktive në Rusi nuk po bëjnë asgjë të palishme. Shumë prej tyre, si prodhuesi i djathtë dhe prodhuesi i gipsit, Knauf, që prodhojnë mandra konsumi me qarkullim të shpejtë në parim, nuk shkelin rregullorët e Bashkimit Evropian. Megjithatë, kritikët besojnë se kontributi në luftën e Kremlinit është një çështje që duhet trajtuar. Kompanitë mbështesin ekonominë e luftës së Rusisë përmes taksave që paguajnë, shpjegoi një analist i sektorit. Ai argumenton se duke mos vepruar ato kontribuojnë drejt për drejt në ekonominë ruse, duke bërë pjesërisht përgjegjëse për sulmet e Moskës. Sipas një raporti të shkollës së ekonomisë në Kiev dhe Ukrainë, firma ndërkombëtare që vazhdojnë të operojnë në Rusi paguan së paku 17 miliard euro taksa për shtetin rus vetëm në vitin 2024. Kompanitë gjermane janë pjesë e tyre. Që nga pushtimi plot i Ukrainës nga Rusia në fillim të vitit 2022, shuma totale ka arritur rreth 52 miliard euro. Sipas B4 Ukraine, Rusia paguan rreth 16.000 euro për rekrutimin e një personi për shërbim ushtarak në luftë. Shuma prej 52 miliard euro është përbën afërsisht gjysmën e buxhetit të mbrojtjes së Rusisë për vitin 2025, që ishte 125 miliard euro, sipas Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike. Kjo shifër është e mjaftueshme për të financuar më shumë se 1 milion ushtarë rus. Kompanitë gjermane janë taksa paguese të dytë më të mëdhenj të Kremlinit pas firmave amerikane. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se çipet më të sofistikuara të inteligjencës artificiale të Nvidias do të jenë të disponueshme vetëm për kompanitë amerikane. Ai theksoi se këta gjysmëpërçues nuk do të eksportojnë në Kinë apo në vendet e tjera. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se çipet më të avancuara të inteligjencës artificiale të kompanisë Nvidia do të rezervohen vetëm për kompanitë amerikane dhe nuk do të dërgohen në Kinë apo vende të tjera. Në një intervistë, Trump tha se vetëm klientët amerikanë do të kenë akses në çipet më moderne të serisë Blackwell që prodhohet nga Nvidia, kompania më e vlefshme në botë për nga kapitalizimi i tregut. Çipet më të avancuara nuk do t'i japim askujt tjetër përveç Shteteve të Bashkuara, tha Trump, duke përsëritur fjalët që kishte thënë edhe më herët gjatë udhëtimit nga Florida drejt Washingtonit. Deklaratat sugjerojnë se administrata e tij mund të vendosë kufizime më të rrepta për çipet amerikane të inteligjencës artificiale, nga sa ishte parashikuar më parë, duke përjashtuar Kinën dhe ndoshta pjesën tjetër të botës nga qasja në gjysmëpërçuesit më të sofistikuar. Në muajin korrik, qeveria amerikane publikoi një plan të ri për inteligjencën artificiale që synon lehtësimin e rregullave mjedisore dhe zgjerimin e eksporteve drejt vendeve aleate për të ruajtur avantazhin ndaj Kinës në këtë fushë strategjike. Vetëm javën e kaluar, Nvidia njoftoi se do të furnizojë më shumë se 260.000 qipe Blackwell për Korenë e Jugut, duke përfshirë gigantin Samsung Electronics. Në intervistë, Trump u shpreh se nuk do të lejonte shitjen e versionit më të avancuar të qipeve për kompanitë kineze, por nuk e përjashtoi mundësinë e tregtimit të një versioni më të kufizuar. Ne do t'i lejojmë të bashkëpunojnë me Nvidia, por jo për qipet më të avancuara, deklaroi ai. Kemi ardhur kështu në fund, por unë kujtoj se për më tepër informacione ju mund të na gjeni dhe në adresën tonë në internet skan.tv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë natën e mirë.